Miqtë e mi, përshëndetje. Kjo është rruga e fshatit Plangaris. Vetëm rrugë nuk mund të quhet. Kemi ardhur nga Tirana në Elbasan, në fshatin Plangaris, për të parë rrugën e çuditshme të këtij fshati. Kështu është fshati tjetër, atje nuk shkuam dot, atje është për të shkuar me helikopter. Kështu janë lënë fshatrat e Elbasanit që kap pjesa e malësisë së Elbasanit. Deri këtu kemi ardhur me një automjet Golf 2 dhe në një vend duke qartë që një automjet para nesh kishte çarë sodokartin. I gjithë vaj kishte dalë në rrugë. Banorët më thanë që kjo është krejt normale në rrugët tona, ku nuk është parë dora e shtetit, nuk mbahet mend se kur. Ndoshta që nga koha kur u shkrin komunat, ku sipas banorëve çoku vinte në një fadrom, e sillnin edhe hidhnin çakun. Tani harruar komplet, kryq këtyre fshatrave. Zero investime. Zero investime në çakull, se për betone, për asfalt, do t'i shikoni vetë pamjet. Pamje horror të rrugëve të fshatrave në 2026, ku Shqipëria kërkon të futet në familjen e madhe europiane. Me këtë rrugën këtu. Unë kam mbledhur disa prej banorëve. Banor, faleminderit. Faleminderit që jeni me mua. Ne do i themi gjëra troç. Faleminderit edhe ju. Të bardhës bardhë, të zezës zezë. Që na respektuat. Faleminderit shumë. Faleminderit. Ne vetëm rrugë dum. Nuk dum gjë tjetër. Faleminderit. Po baba, s'kemi çati bëjmë ne, ka i madhi Zot. Po rruga, që hoqëm ne. Po ne një ditë hoqëm, po ju që hiqni për ditë. Që është normale. Si të quaj? Beqir. Don Gjia. Po. Nga ky fshati, nga Plangarisa? Këtu. Ku fillon e ku mbaron Plangarisa? Se është rrugë e gjatë. Ku qep në atje që këtu. Po? Pjesë e këtu është Plangaris. E gjitha? Janë lagje poshtë. E kuptoj. Akoma më poshtë. Po, do i kapim me dron, do i tregoj me dron. Edhe ajo më tonë është Bodini. Bodini? Ku morë sezet, ku na pritet... Atje nuk shkuam dot atje, atje... Nuk shkuam atje. Po duke këtu ishte bërë si xhungël. Nuk hynte makina, ishte bari mes rrugës, ferrat, gjithandej çashte, edhe ajo Plangarisësh që ishte si lagje. Plangaris. Atje s'kishte qendër shëndetësore, ishte hapa dollapa. Kur ka pasur? Ka vite. Sa vite ka? Që po prish komunat të s'ka asgjë më. Asgjë. Absoluta. Edhe ku të nkohesh tu s'ke ku të vesh. Nuk t'i varë veshin kush. Tu janë si venet e popit. I punëtar mirëmajtje kimi edhe ai del mas kipit. Edhe ferrat i bëhet në rrugët e, jo të bëj gjë tjetër më. Administratore thot rrugë krahat, ku të vesh më tjetër? Kryeplaku? Që kryeplaku? Të merr në telefon. Merr telefon. Do të flas telefon. Po të vi kryeplaku, të vi bujrum. Ne kemi 1 orë emision, e mori vesh, le të vi. Ne s'kemi asgjë të fshet, apo jo? I kemi transparente. Ku shkoni ju për një gjilpër? Me këtë rrugë, ku do shkosh ti nëse ke hall? E kam dozën e qënë gjajnë, apo? Po. Ku ka shkuar? Që foli. Po, që foli, po. Ku do vesh? Është ketër në grate, vinë në orën 10, në orën 11 ikin. Ati ke asfalti? Në asfaltin grate, ketër, flatë. Por e këtu? Jo, këtu. Por të ngri gjarpri. Ku shë jef me? Ku shë jef mjeku dore? Infermierit pak të vi. Ku shë jef infermierin dore? Ka pasar dikur. Kur? Ka nemonizme. Vinde. U ditë për ditë. Ka ambulancë atje. Ati ku ishim? Ati ku ishim. Rrida aty, mamia, tërmjerja. Për i rrëz gjardit, i mund aty. I latët të kisha me vete, në ambulancë. Sot të gjetë. Nëse ne na ndodh një urgjencë mjekësore këtu, sa kona duhet për me arrit tek asfalti? Ka asfalti duhet 1 orë e kusur. 1 orë e kusur. Me të pari dojnë të shë. Pa 1 orë në gjithë nga sen do ty. Me marsh parë. Pra ke kry punë. Për minutat e jetës ja i vdekur.
Po t'i bijem telefon infermierit, vje? Kush? Ka ardhur ndonjëherë? O, nuk bëhet fjalë të E kuptoj. nuk bëhet fjalë. Vi infermieri këtu. Ju ishit mrapa nesh, e pash që ishit në vështirësi shumë të madhe. Doja si të kujdes, takoj da latit vendere, ja si që pe, Po, bojnë në rrugës. kush e kishte çarë së do Po karë? i shoku jote. E çau. Erdhi një mojë tjetër, çau vetë, njëri vetë në rrugë. Erdhi për të rregulluar një makinë mbeti vetë. Vetë vetë. Ju faleminderit që keni ardhur. E shifni çdo gjë duket me sy. Nuk ka nevojë hiç për shkencë. Jo, ajo që duam të dimë është kur ke parë për herë të fundit të investohet te kjo rrugë të merri. Nuk e festu hiç, ajo rrugë është bë pa projekt. O bë me amenje. Kur është bërë? Ka vite që për 2004 bëjë rrugë. 2004, në? U bë se janë antenat, e bën ata të Vodafonit. A, nuk e bëri shteti? Që shteti bë ata të Vodafonit e bën deri ku zbrit e poshtë. Gjithë malore kanë bë ata, nuk kanë ecë pas projektit, se fajnë ka kryetari, ishte. Pra, ka pas projekt që nuk kalon te ke malore, a? Është e sot ndosje. Po ku kalon? Kalon poshtë? Po kalon rrugën normale me 10%, jo 20%. Jo me malore të forta. Agjencia e Shërbimeve Publike e Elbasan ndërmori me mjetet e saj në dispozicion fadrome dhe makina të transportuese punime për përmirësimin e rrugës nga rruga nacionale kilometri 9 Elbasan-Tiranë deri në fshatin Plangaric. Rruga kalon në terren me pjerësi nga 15 deri 18% e pa zhavoruar, thjesht një rrugë dheu, pa vepër arti, dhe ishte bë problem prej vitesh për banorët e fshatit Plangaric dhe lagjeve rreth këtij fshati. Numri banorëve që përfitojnë nga përmirësimi i kësaj rrugë shkon në rreth 800 banorë. Oja i zalu, në shqit bjeri e zalu. Nuk po t'i borë, në ka një mund borë. 15 vite, 10 vite shumë borë. Kështu e zoti, Merë, kështu është puna jo. merë. Kjo është pasuria jo. Sa banorë na kanë betur këtu pa? Kanë ngellë në shumë, s'ka ngellë po vinë. Gjithë njerëzit e kanë mjellë. Kanë gjithë ata ulli. Kanë shumë ullinj, Po si, unë vërvete këtu, i kam 60 rojë ullini. Pra kudo ku janë njerëzit do vinë këtu. Vinë këtu punojnë ja. Ku të fëllë makinë. Shtuna bjela për shemë janë 10%. Atu janë me qëra atje, 50% edhe më shumë. Ku të vinë me këtë rrugë. Ku rrinë? Ku rinë Tiranë, gjitha ne. Në Elbasan. Në Elbasan rinë. Jam shkatrus. Se ka njëtë më tepër për i shkollës. Ku ka pas mundësi. I shkollë është ati ku i rifuti është akoma ma ne. 3 zovësjat, 5 mësus. Si ja bëjnë mësuesët që shkojnë deri atje? Se jam shumë kurios. Janë venali këtu, janë venali. Aja venali, nuk kanë për të bërë rrugë. Jo. 3 kanë bëj 5 mësus. O shqyqy që i keni, se i bje me kyçe, me ata 3 kalamaj, ku të shkojnë pastaj? Tre Jere pa kalamaj shkollë. ganget. Edhe i me këtë vjetë. Edhe një. Mjullën fare, Bo, u shua. Si ka qenë për para? Lene si ka qenë për para, mos thonë. 250. E që Para sa kohësh? ta shpit këtu, deri atje ke funi, 20 vite sa? nga këtu, e deri atje në fund nga ta shpit, Po. se ne jemi i fisi. Po, I fisi. Kanë qenë 30 e sa punëtorë, krapune. krapune 20. Je shpijet nga 3 nga 4, për shpi. 8 familje kemi qenë këtu. Te ky pelbo. Nga ngellë vetëm që në gjaj, të gjithë dru. Ne që në gjaj atë poshtë, ka e rrimë. Ju jeni heronjë të fshatit. Mbani gjallë emrin e fshatit, se po ikët dhe ju i bjet fshihet emri. Pa tjetër, do i fshihet e emri kësaj, kështu me këtë Terezi gjerë do i fshihet. Ha mbretje pse jemi këtu. Qa bëni këtu, ka një gjithë shumë. Kush ta thot mor bab këta? Po, njëri tjetëri ti thëmë. A, njëri tjetrit. Njëri. Ju atë po që i tje, Se s'ke ikë për i vene. ajde, men. Po që i ala,
Po shifre shoh, lëviz venit se s'ke ta una këtu, e në Po mi më ja ike, qa do bësh do nuk e di. zanat, kanë këta njerëz që punojnë ndërtim, ku shkojnë këta njerëz? Ndërtim, ku Si t'ket punë? jetojnë mërë, se këtu kanë tokën. Po t'ket punë. Jo, kjo është, dhe aty dhe lën shkot. Aty do njeli toka. Qa për tokën, aty do njeli oj shkej, po i ikë prej këtu, rënë sa ditë më shumë gjejnë vend. Ore, me që zumë tokën, i keni certifikatën e për? Jo. Nuk është anu akoma. Pa azhurnim, Pa zhoni. me AMTP, Pagujmë tatimin. me atë letrën e 94-ës. Në dhe njështit, ashin e marrë Ma tokës. te pagujmë legët. Autorizim quhet. Aqo një Akti marrë tokës pra, ai është akti parë. Tokë në përdorim. Nuk keni. Tokë në përdorim. Jo më ja. Po? Po mirë, ju po ikni. Certifikatën se keni, Po s'kemi asnjë gjë. po këtu ka rrezik vi. jo po Ku do të kush do? Somales. pakete malë dhe fotaj. Tu nesër, ku di një ston baktish për një kokësh, a kush del një biznes. Po ju jo më. Po jo, ne vësna një. Pra, ta zhvillojmë Shqipërinë pa shqiptar. Një qa, pakete malë dhe pa hoti nej. I me ti sjej ti mali, ky dhe unë. Me ato dokumenta që janë aktualisht në për regjistra. Jemi s'na takot. Ne u tek dikush që kërkon të zonë këtu për investima ku d'ju çfarë po thuhet. Edhe, a me njerë, tru, ja këtu. Leto ti thot këti jam una. Leto, ja. Nuk paske me ti, se Shqipëria do zhvillohet, Shqipëria do zhvillohet. Pra me merë mu zhvillimin, e jetë jetëve do tjetër tjerë, me merë mu zhvillimin e jetë tjerë dhe hot ja, po, zhvillohet Shqipëria. Ti e ma peng, hot tokën tukot, se s'ke hasë Me një. kupta. Ka zëra për zonën tuaj? Ka zëra s'ka, hala zëra po vjene. Një u shkajqet jena vash a vash. Je maroj bregdeti, në që të maleve, në që Tu nuk ka se lloj perspektive më. Se administratore që është për mu. Po s'ka drejt asnjë gjë, rrit në rrogën ikët. Ju keni shkuar? E keni bërë detyrën tuaj si qytetari, keni Fletë trokitur? pse një herë, na vjezor të takojmë në rrugë të rrisim për i flasim për diçka. E ne për i punëtorë mirë majtje. E pa matë punëtori me lopata. Nuk e hej do të thotun, nuk e hej do të thotë se ka miq poshtë. Po mirë, okej, ti nuk e ish, po të faktën dali të justifikoj ditën. Sot di, po ne themu që këtu ka marrë punë çdo gjë. Prioriteti jonë të lidhim të gjitha fshatrat me qendrat e njësive administrative dhe të jenë të aksesueshme për qendrat administrative dhe për të marrë shërbimet e tyre si në qendrat shëndetësore, në njësinë administrative, por edhe për të pasur akses më të mirë për nxënësit e shkollave. Por t'ja sqaruar kryeministit, për sa rrugë bëhet lla? Fjalë. 8 kilometra rrugë janë. Deri në Bodin. Deri në Bodin aty ku këtu ju. Po, Janë 8 kilometra. 8 Po janë. pjesë e madhe, 3 kilometra është malori e të bëhet. Pra ju, atë keni më hall, atë që qatë motokartë. Divijohet e rrugë, se aja nuk është rrugë me projekt. Duhet dërhyet divijohet. Pra është mundësia për të devijuar Po, në një ka. rrugë me më pak malore Po e pak dali me 10 me 7%. rrugë normale. të këndit, të Po tyre. sendet me 7%, hajt më hajt. Po jo me 14%. Të vene 20. Pra ju kërkoni urgjente, keni ato 3 kilometra. Ato 3 kilometra janë rrugë e jo. Tjerat këte i banë me zhabar. Ndryshe është rrugë pushore. Nuk metet makina. Ne zhabar i kohës metet aty. Aty nuk në të zhabar, dhe ndjerë makina. Ato e doni me beton ju, me asfalt, me Ma çaj doni. asfalt do të vijoj rrugën, i u zhabarin. Babe, sa shtëpi kanë ikur familje vetëm këtë vit? Unë kam numëru këta që kanë njelime, sa ta që kanë ikë si majmen. Si mamen, po. Po, janë 2-13 familje që kanë në aty si unë. Në aty, Po. banorët tjerë që janë nuse, quna, Po. nxanës, Po, thetash, janë larguar parasyt shkollës, po, parasyt punës, po, parasyt mirëqenjes, e tjera. Por nuk janë shkëput
takimet ka familja sepse kanë prona. Kanë prona. Jemi tre lagjesh, Bodinja, tre lagjesh. Në mes ka një kala të vjetër historike, quhet kalaja Shënmëris, është me interes gjithkujt, edhe biles kanë ardhur atje se dikur ka pas qenë doktor Arqile Boti, është në gjuhën dhe aje kishte çdo të premte vizitën atje në Kanar nga Vlora për të vizituar. Vinë edhe sot për bamirësie, ku diu si janë vjen ata. Edhe në shenjë. Edhe ai deshi të bëj diçka. Po nuk rroti shumë, edhe di. Pra të hidhemi ke pjesa e jetës në shtet. Po. Ai fshat aty është në mes të Baldushkut, edhe thuje këtej Peqine, thuje Pajovës. Asha, në mes të Baldushkut dhe Pajovës edhe ne jemi në mes të aty, asaj qafe, atje. Po. Asha dhe. Kjo rrugë këtu, po të ishte dikush që ti kishte lind ideja, do ishin bom rregullie. Po çfarë si do ishte bom rregullie? Se rruga vazhdon këtu. Kjo rrugë si që është këtu, po përfundon Pajovë. Po t'ishte interesi qeverisë, nuk do ishin mledh në Sauk, si përmitësi me qera, pa qera, ka që kush mund t'i ikse shkolla, ikse kjo, ikse ajo. Po do ishte Orbani për shembull kilometri 29 e në Pajovë. Pajova në Sirdas zbret në Baldushk, prap, a ka dedek. Nuk do kishte të keq ky njerëzim këtej për arsye të shkollës. Pra një rrugë alternative për të lidhur Tiranën, Peqinin edhe Elbasanin. Mesin e hartës të këtij veni për shembull, Tiranë Elbasan. Nuk e ka një interes këtë rrugë këtu përmes, që të mos kishte zbarku në dy krahët, si pjesa këtej nga Elbasani, si pjesa këtej nga Tirana, që qa për Peqin. Ka janë zbarku njerëzit e kanë zbrit sa më afër në Tiranë. Kur ka një organizim fushate e gjëra tjera kështu, vini padrom, vini aty Shkoda, bën zhurma, hukën çaklla, hukën xhavore kështu pa ajo, po vet ai që xhavorin më hapsat atje, sa është kështu 50 gradë sa përpjetur. Ajo për e të rrugët i 50 milion lek duan, lek vjetra. 50 milion. Edhe bade e rrugët i. Edhe çatë sa të thosh. Edhe privat. Edhe ç'a doja të shtoje tjetër. Ky vend është edhe i pasur, po vetëm se nuk shef kush, se sa i pasur është. Sa ullin ka këtu, se më thanë ka shumë ullin. Ka ullin, unë nuk i kam numëru, po vejnë ka me hektar. Me hektar? Çdo person ka me hektar ta qush. Mesata ishtë, plus minus. Ka edhe pemtari tjetër, Po për lere tjetër, po kanë mjellë ullin. Ka familje që kanë 7 jërojnë. Pastaj ky është i vend të them një herë, ka histori të vjetër. Po kjo duhet shiku, duhet hermu, duhet gërmu, sepse ka vende që quhen, për shembull, siç po them unë, kalaja Shënmëris, pa kanë pas bënu, dikur njerëz të tjerë atje. Edhe jemi ne sot, po pse është transformu? Si ka shkaku? Ka shenja. Gjatë mali Shënmëris, po është me shenjë mes Shqipërisë mesme. Në mes të Shqipërisë. O, po t'na bëjnë rrugën një herë pastaj kalojmë ke arkeologjia. Du malë Shqipërisë. Jo, po është për interes, për shembull. E marr vesh bave, e marr vesh. Pa të lidhet rruga. Po me ata. Kilometri 29. Edhe pa jovë, që punës vihë për ta. Nuk vinë, jo tikin, po vinë të tjerë që janë largu. E kuptoj, rivitalizohet komplet zona. Po, vinë, jo tikin. Kjo rruga. Faleminderit. Faleminderit juve. Rrosh, faleminderit. Si quajnë? Unë quhem Bardur Qëllaj, banori i zonës kësaj lagjes tu. Banori i lagjes Plangariza, më thonë, zona Plangariza na kap si zonë. Se këtu në fshatrat lagja Lunësh, Sallejt, i ka pa Plangariza. Beqarta më thonë që janë tu lagje këtu poshtë, i ka Bodini, është një mal mrapa ati malet e dje, po Bodini. Pra keni një shtrirë shumë të madhe si fshatrat. Shtrirë e madhe, po. E kuptoj. Këtu kanë qenë 30-40 shtëpi janë këse lagje që shepti këtu. Lagja tjetër prap 30-40. Janë 500 familje, gjithë Plangariza që i ka zona, si komuna ka Graceni. Ti po thua 500 familje që i kanë një Tiranë. Kanë një Tiranë, po. Kanë pas banuar me këtë vend tu, kanë jetu. Ka qenë fshat i madh, ë? Fshat i madh, po. Për shembull, rrugën Nderit si ja bonit ju? Se jam shumë kurioz. Me këtë rrugë keni qenë? Po. Nishin makinat ndoja që merrshin grunë në tonalata këtu. Po pra e rregullonin rrugën atë, mirëmbanin. Po, mirëmbata rruga. Po nuk ka qenë malorja. Ishin traktorë. Rruga. Dhe fshat ma tonë tërbaç. A ka qenë ajo rruga që po thua ti? Po, shtru, që i kalon të nga tërbaçi. Nuk ka qenë malorja si
Nuk ka qenë malore që gjithë është lart. Nuk është malore, ishte drejt rruga. Ditë ke fshati tjetër Tërbaç, pastaj Pajeng, fshat tjetër Gracen. Deri në Tërbaç është e shtrume. Pra ju keni një mundësi për të shkuar në Gracen këtej me pa malore. Pa malore. Pa malore, po. Ata ka bën me inxhinier, ajo rrugë kryesore. Ajo ka qenë rrugë tamam. Nuk ka qenë malore. Tani u bën. Tash përzitora ka ngel aja e Foristrata, se nuk dalin makina tjera. Tek rruga tjetër. Juve ju bika më mirë nga ana tjetër. Të bëhet ajo rruga në dishez. Po. Bimo lartë, por halët të hen më letë këtej. Se ikin për Tiranë, ikin këtu na shkurton rruga këtu. Na Kjo, bima kjo gjatë. malorja. Kjo malore na shkurton këtu. Po sa nuk është rrugë, siç e keni pa Në vetë. hall edhe këtej në hall. Bravo, në hall në gjithë krahët. E kuptoj. Po vendin e kemi mrekullueshëm. Me Faleminderit. pemtari, me gjithë siç i shet. Mungojnë liqenin e ke pa? Ka E nevojë pa, për e filova. ka nevojë për pastrim. Aty ka pas vadit papri, shkonte këtu ujti, ikte këtu në lagjet, po dilin papri, edhe baldush. Edhe këtu ikte mbrapa mali, shkonte vadisë baldush. Po tani si ja bëni për vaditje? Asi gjën fare. Ja, s'na jep Si mos ka hapim ujë syt me për pi? pjet. Pa da ujt pishim s'kena. Ka ujt i pishim. Do e mushim me gomere me s'ka uj. Burimet të shteru, fije peni bin. Kush shteti s'ka punëtor, as mi të cep. As për rrugë, as për ujë, as për shëndetësi, as i gjën. Si që që vetë. Po ju çai paguani shtetit? Me takse, me gjithë, që ne takon e kena Pra ju paguar. jeni në rregull me shtetin, Po, po, shteti? shteti sa më rregull me ne. Edhe kështu që ikin rrob dita ditës. Si që që vetë, praktikisht njerëzit. Nga regjimi keq është. Me dash me ardh me jetu këtu. Çfarë duhet kemi parasysh? Ujti, asfalti, shëndetësia, gjithë shkollimi, Me Gjithë drita e ka me me këtë këtu. mundësit. Pak keni edhe mënyrë të shtëpisë, mos u bjerë kjo apo. po tani e kanë vunë, ata kanë vunë të Vatafonit. Po a merr ti drita nga kjo? Po, po. Merr, ë? Merr. Ata merr në lagje këtu gjithë, në anë të këtij kanë prunë tani. Mund të rrishin e 2 javë pa dritë, ma ta telat e gjargjet e në vergje kanë Në qenë. ato lagjet e larta, Po, po, atje me raj defekt i muj pa drita ne. shumë thanë mua, atje ku ishim atje tek Bravo. lagja e futur, Bravo. ke qendra shëndetësore është nam tha. Me paca fshatra që janë, ja, unë banoj aty, ja lagja aty. Aty sa vunë, mi traktor me zëngjia, ato e gjargjet, që ka pas prunë kinezi, që ja kena hap vetë mulletarë aty. Ja, çakllën e pe, ja kom këtu Po, 200 metra po, këtu më tonë, po. është në vend. Mi kamerqinë, mi fadron bën rrugë, mërna ditës të rrugë bën, mërna ditës, ja, aty i orë punësh. Qoj ty e unë, a katastrofë. Tani bashkia nuk ka ardhur fare tu ndonjëherë që ta bëj të paktën nivelim atë në një çakull apo As- vetëm ditën e zgjedhjes. Erdhën e herë, jam anku 2-3 herë atje në komunë, Aha. bashki kena qenë, Aha. do e bim, vin 2 makina, ti tregojnë atje i kanë shkarkuar aty, i kanë hodhur aty 2 makina në ikën. Në orën 2 kanë ik. Makinat vin, i lajnë 2 ditë rrin tu kanë nejt me ditë. Edhe punë hiç, s'kena po. E mora, e kam shumë qartë tani. Vin, shkruajnë atje që kolan mulliqe. E që e Shkruajnë kam ditën e shumë, punës, shumë qartë. njeri mrapa që në interesohet atje me vunë, Po, s'ka kontroll. Kështu e që kuptoj. janë për bret zotit, çdo gjë është katastrofë, siç e shikoni vetë. Kryetari i bashkisë ka ardhur këtu? S'kam pa gjën mirë. Deri në Gracen. Dhe në Gracen, Po vjen ju për pyes për mbledhje, 18 se këta besoj se kanë vjen për mbledhje, vjen për vota se di unë. Bani mend të ketë ardhur një i madh këtu ke ju. Ka qenë të lënë ballë kësa Ka herë. qenë? Po, me rrejtë, me moshtrime, me gjonën. Ka qenë ta ulan balla këtu? Po, dhe e në rritë. Pra më tutje akoma Po, se në isha. qendër, unë. ke Po shkolla. nuk e pa barin që kishte mbirë në rrugë. Këtu në Gracen nuk janë bërë ato që ne kishim dashur të bënim gjithë bashku. Nuk janë bërë rrugët, janë rekonstruktuar, por nuk janë aty ku duhet. Ne i munduar, me aq mundësi sa ka kjo bashki, të bëjmë disa punë. Kryetari i bashkisë Elbasani nuk bën dot as i rrugë. Njësinë administrative Gracen 2 vitet e ardhshme. Nëse nuk ka Edi Ramën kryeministër, por dhe mua dhe kolegët e mi në parlament. Mirë.
Qa do I thoni kur vi prap Taulandi, se do vi prap? Vjen A, mua. ka librash, Ka ik librash, ka ik në E pas firë. kanë spostuar. Kanë qenë deputete, në kanë knaq me llafet bukura për votimet, për vota. Që e kemi fajin vetë nëse nuk e mbajmë aty, edhe të na ti themi o zotëri, shikoj se si është rruga. Nuk du më premtime, boll më me premtime. Je, Sa to boshe. premtime na kanë sjell deri këtu të Boshe, majtë kret. djath. Ky vend vu vetëm për e rrugë. Asi gjë tjetër. Pa pata rrugën vjen e bën shtëpi çdo banor që ka ikë në Tiranë, ke Kafe Gjavës, Zburgjitë, si kanë tokat gjithë, kanë filluar me miell. Po I çikuj kush dëshpohet me sante, kush është të munohet, si mas mundësive. Sepse tokën se lekush. Po rrugës ke qa ti bësh? Rrugës ke çmë bëj. Rrugës ishe. Problema rruga. Ne këtë kërkojmë, mos I gjë tjetër, Po, kryesorja është rruga. Po. Shëndetësi prap, si tha e zonja që nuk e ku bën Më shëndetësinë e kemi falas, nuk ka qa ti bëj. A është fala? shëndetësi e falas ka qenë ka kohë. Edhe atje falas ishte që hapa dollapa. Shka ke spitali, pa 3 milion lekë nuk shkon spital. Ose merr I hes me lekë, se nuk ka pasim me dorë hiç fare. Pa e dokumentuar që duhen lekët, por që Vetëm falas nuk ka, as mi vend. Unë kështu Okej. di. Edhe I rekomandim ta bën 10.000 lekë në dorë I fermieri me çupor. Po jo atje mrena, ilaçet po s'ka po spitale atje në poshtë. në Gracen, ë? Atje në Gracen, ë? Ju shumë faleminderit që na Faleminderit. kujtoni që Rro. vini, se Rro. deputet na kanë ardhur, na kanë parë shumë herë, po gjë boshe kret Rro. na kanë kënaq me llafet bukura. Shpresojmë, ne zërin tua do Zoti ashojmë është I direkt. madh. Faleminderit. Ne do kalojmë tek ty me një herë mbas publicitet. Do kemi vetëm një ndërprerje shkurtër publicitare. Miqtë e mi, jemi në Plangaric. 8 kilometra, më pak është këtu në fakt. 6 kilometra ndoshta nga kilometri 29, nga asfalti, nga rruga e vjetër e Elbasanit që çon drejt Tiranës. Mandej fillon një shteg tmerri I hapur në demokraci, ku çdo lloj makine e vogël do çaj sot do kart. Shenjat e vajt I kemi të dokumentuar janë në rrugë, në këtë të ashtu quajtur në rrugë. Këtu nuk vjen kush, as të niveloj, as të hedh shakull, as të gërmoj, as me traktor, as pa traktor. Këtu duken vetëm në fushat elektorale, dhe këtë nuk e them unë si gazetar. Sa po dëgjuat nga banorët, do pyesim edhe banorët e tjerë, por në pjesën e dytë, me njëherë pas publicitetit. Rikthehemi miqtë e mi, jam në fshatin Plangaric. Këtu jam me një grup banorësh, ata që janë heronjtë e fshatit, që kanë mbetur në fshat, që nuk e braktisin fshatin, e duan fshatin edhe pse është pa ujë, pse është pa rrugë, e vende s'ka as drita. Pra, këta janë heronjtë e vërtet Shqipërisë, nuk kanë brirë heronjtë. Heronjtë janë ata që rrinë në vendin e vet kur vendi është në vështirësi. Si të quajmë? Në një qëllhaj. Si që thëmë para folësit e mi, rruga është kryesore, rruga është imediat. Pa rrugë s'ka jetë. Është ëndër, ë? Është ëndër. E si që para folësi për para, maloja aty, në që s'bet nga lokaliteti, deri poshtë në dishes, ka qenë bo projekt që në kone kooperative. Nuk u bo masënaj rruga aty, u ba rruga poshtë që lesë Plangaric, bodin Plangaricën të bashkën panjengën që Po? E bëri kooperativa. kooperativa. Ato kohë, po? Në 2004 ku erdhën të antenat, do më banë to Vodafone bashkë me Eagle-it, banë investimi që banë të rrugën aty. Ajo rruga faktikisht u bë pa projekt. Pa projekt, duhet ishe banë. Nëse banë në investim, që ne shpresojmë, në mos që dhe banë në investim, e mira është që banë rruga me projekt, mos banë mashë. Se nuk themo, makina çakulli janë hudhave. E hu sot, bishi nesër, çakulli i, nuk ma çakulli. Edhe punëtoj rrugës, s'ka që do bëjnë në punëtoj rrugës, që ne flasë, o punëtoj rrugës. Ore kush do që tjetë, nuk E t'jem na të lopatën e vogël. Qa do bëjnë, po, Unë i bejtere, fajt punëtori. ore i ferre Vetëm pret, një ferë jam mund dakord, prete, ato që na hynin makinë. Jam shumë dakord. Ky fshat 91 që ka qenë 120 familje, 120 shtëpi. Unë e di shumë mirë statistika se kam qenë kryetar këshillit në 91, 120 familje kanë qenë.
po ti numëro sot me gishta. Edhe këto, mos sot nesër do largohen gjithë nëse këtu s'ka investime, nëse këtu nuk ka subvencione për bujqësinë e për blegtorinë hera që janë dy shtyllat kurrizori që majnë vendin, majnë shtetin. Pra për subvencionet mos pyes më unë, se e the vetë përgjigje. Marë po çfarë flet. S'bëhet fjalë. Ku ka? Ore 91-shin deri në 2010-ën këtu vetëm lagja janë, këtu mund ketë pas 3-400 kokë bakti. Ky ka pas 100 rama, 100 kokë dhi. Që i gjajs ti me dërri i ka majt, që i ka majt edhe sot. Qunat e gjajës mi, këto kushojit e mi këtu, kanë pas nga 6-70 kokë. Po tani janë 90 kokë, i ka majtu, i ka mund. Po, bëhen 100 kokë gjësej. Kush i bani këto? Pra nga 600-700 apo 1000 sa mund këtë qenë kemi rënë tek 50 kokë? Por, subvencione nuk ka. Blegtori. 50% kanë ikë me shpije me qera. Shkojnë, punojnë anë, pastrojnë, si thonë nësaj lavi, halët e botës, edhe e kanë lanë vendin e vetu, vendin e lindje, vendline, e kanë lanë për tokë. Pse? Kush është arsyeja? Du të gjesh arsyen, pse banorët largohen. Arsyeja imediate është rruga ja. Rruga ju, si që keni pasë, du të bëj shumë filozofi, rruga është për to. Rrugës duhet të jetë emrin rrugë, ta quani shteg. Të bëhet rrugë në momentin kur të filloj asfaltimi, se ai nuk është rrugë, është shteg. Parmram Xora. Fiksa makina. Parmram Xora grunë e çova në urgjencë në Tiranë për probleme shëndetësore. Çava gomën pa dalë te asfalti. Tjetri po vitet apo është ai i servisit për të rregulluar një makinë tu. Ai çau sa nuk ardhin. U poqim të dy. Kokë aty. Çfarë tu? Edhe ti si ja bëre për urgjencë? I puna që pata gomë, e ndrova gomë. Sa e ndrove ti, po sigur t'ishte që në urgjencë me jetë ajo? Do ikën një jetë. Presin ke Zotit. Që dhe Zoti thot, rruhu pa të truaj pa. Dikur shëndetësia këtu ka qenë, nuk po them që shëndetësia ishte në mënyrën më brillante apo në mënyrën më perfekte. Po të paktën se unë kam punu 10 vite infermier, se marrova një shkollë 2 vjeçare në Elbasan, pasi kishte marrua dhe një shkollë të mesme në Sarrik. Punova 10 vjet u largova me 100.000 lekë që të baja. Në atë kohë, pa ama shkoja 2 herë unë. Shkoja herë në mjes, në Purtesh, lajt në shtëpinë më të fundit të bodimit, u ktheja vija në shtëpi, shkoja prapë Mazdite bëja gjelpona atje. Kishe kërkesë llogaria. Kjo ka funksionu deri nga 2008-2009. Ajo qendra. Ajo qendra Obama von. Ikshim kam, s'kemi pas qendër fare, unë qendrën time shëndetësore kam pas kësallak, që lagje këti. Du të themi që u shkatru. Tashi një fëmijë turpi zotit, një fëmijë ka për të bëjë vaksinë, do ta marri i jati nga Purteshi 2 orë ta çojnë nga Aten, baj një vaksinë. Kurse ne dhe në atë kohë shkoshim shpi, i bashim vetë vaksinë. Tu është shkatru të gjë. Unë nuk pra infermier keni si zonë. Po, gjithë, dhe e dy pinë kafe, ikin rrinë ore, ikin për shpijet. Ati në Gracen, ha? Ate dalin pension, se s'kan kohë një riku. Unë nuk e imagjinoj dot. Bodinje kam vete. Ka dhe për bodinje. A bëjmë bashkë ata, dhe i Podini, dhe i Plangarisës bëjmë bashkë në Gracen. Po, pinë kafe, dy zyrë. I kanë 4 vendara, 2 infermierë, Plangarisa veç, Bodinje ka veç. Po pra, po ku janë fizikisht? Atje pra, nuk vinë këtu, nuk e marrin. Ju i keni parë në njëherë? Këtu jo, unë të një këtu. Por atje po, atje i shokë. Atje vinë të zotit. Ore, këtu larkë qoftë me pisku gjarë për këtu. Hige. Marove. Dhe fund jetës. Pesha dalë të dhe me qa makinë në zonë. Ku jo si kur jetoj me i Shqipëri, që ka 35 vite demokraci, po këtu na duket vetë si kur jetoj në Kandahar. Që të them, kam që të them tjetër no. Ishte gjithë. Veni në dhimë, kemi lindë, jemi rritë, me munime, sakrificat moja, e në dhimë të veni, luteromi që tiki.
Shumë keq na vjen ku na thonë ti ja e lash, mos e ulo. Rruga, kurse gjithë so. Por nuk them, ky administratori i është munon, 2-3 herë i ka pru makinat e çakullit, pa dramat. Po nuk ka zgjidhje. Faleminderit. Tani për verë, po për Faleminderit dimër, ju. dal makina lart. Respekte. Faleminderit juve. Përshëndetje, më quhem Marian Beqari, banor i fshatit Bodin. Aktualisht jam larguar, kam bler shtëpi poshtë. Fëmijët kam 10 vjet, fëmijët dhe prindit i kam poshtë. Vetë kam mjell 500 euro ullinit toka, domethënë. Super. Dhe u shërbej, rri, jetoj, punoj. Jeton me 500 euro ulling? Po e ndaj punë tjetër, bëjmë shumë punë, disa punë E tjetër. kuptoj. Ku e çon ullirin ti për shembull? Si e bën për ta nxjerr ti ullirin? Me shumë vështirësi, me makinën që pe ti. Ore me nxjerr nga ara në rrugë pa lepa. Me gomar. Madje edhe rruga lagje, se Bodini ka 3 lagje. Po. Ka Bodini qenë që ke parti, lagja ime është këtu. Po. Quhet lagja e Beqareve. Po. Edhe lagja e Përteshit, 3 lagje. Edhe rruga e lagjes ne kemi bërë para 15 vite që kemi bërë si banor me lekët tona. Se s'ka rrugë fare. Nuk kishte, e bëm vetë, privatisht. Pastaj u ndryshu komuna, iku bërë, pastaj s'është vënë dorë as në asnjë lloj gjëje. E kuptoj. U kam kërkesë për kryetarin e bashkisë, kryeministin që se shikon këtë gjë, që sistemi që nga grit, klikën që ka grit nga bashkia, fillon administratori, që nuk është i votuar, është i emëruar, si që një administratori zonës para vjetë në fushat, i morja i vodat. Po. Pastaj, në moment që i marrë vodat, kry 2 javë, dhe shkarkur, ky e emërumi. E mbaj mend atë histori. Ky emërumi. Edhe kryplejt janë, po të emërumët cilët nuk vinë këtu sot. Nuk vinë këtu sot. Edhe është një sistem që ti ankohesh për çdo lloj gjëje, pse ankohesh ti? Pse flet ti? Pse na bëj problem ti ne, thon. Po çet mos ankohesh tu i para disa vite shkum si banor në bashki, kërkum punëtorin e rrugës. Kemi qenë 10 veta, 15 veta. Po. Kryetari i bashkisë e bëri punën e vet, e solli punëtorin. Pastaj punëtori vu nga komuna, vu ai që kishte më shumë krah politik voda. Po. Tashu vu. Pra deri ke punëtori i rrugës shkon me shkreta politik. Është shumë keq. Edhe ne ankohemi, i themi punëtorit që dil punon, po unë s'kam që t'i bëj. Domethënë, mush një grop, presi një ferr, te që një gur që del në rrugët që mos çajmë fotokartin. Jo, thot, nuk kam çaj bëj. Shkojmë ka administratori, unë nuk vajen nga unë s'kam çaj bëj unë. Ngrej, super. Madje ngjojmë edhe atë të cilët e kanë ka thënë po vet punëtori, që ju nuk më hiqni dot, se mua ato më marrin për voda, kam voda, edhe unë e kam rregulluar me drejtorin e bashkisë. Me rry shfet me një gjel detja, vaj ullirit, gjëra të tilla që i kemi ngjur po nga ai vet. Kjo është e vërtetë. Që këta e din gjitha pavarësisht kush nuk e thot, kush nuk e. Nëse nuk e vërtetën dot se kemi as atë kryeplagu. Gojdhona. Se s'na erdhi ai kryeplagu, se i than telefon të vi, po nuk erdhi. Deri tani të paktën, ndoshta vjen pak më vonë. Nuk e di, nuk vin sepse marrin vërejtje nga lart ato. Marrin vërejtje nga lart, nuk vin. Madje edhe punëtori punon në këtë mënyrë. Çdo ditë që shkon punë, i çon një foto administratorit këtu, që ja si është rruga. Se di se filmon bon një post diku, i çon një foto administratorit që është në punë. Në orën 9 delte lokali, cilët ti e pe vetë sot rutinën që kishte. Në 10:30 vjen në shtëpi. Unë kam kushëri atë. I kam kritikuar, i kam thonë që dil bëj diçka, sepse paguash për të nejtë 8 orë në punë. Sa shumë gjithë neve duam të marrim lekë të rrim shtëpi. E kuptoj. Po s'jep kush. E kuptoj. Mua më thanë që edhe kaq sa e keni rrugën e keni fal një banori tuaj që ai në mënyrë humane ka një traktor se vjen edhe her pas here ju ndihmon. Ka një fadrom që punon këtu në zonë. Madje edhe atë me probleme lojnë sepse kush hap ndaj tokë, bën ai kështu, vjen policia, vjen Pjoria e dënon e gjopit se hapim ne toka, pse mbjellim 20 roj, 50 roj ulli. Shteti vetëm për këtë punë vjen. Po preve një pyll, Aty kujtohet shteti. të vjen Pjoria, policia, të gjopit,
pastaj merr shfetët ti të gjokë. Po vetëm për problemi që kemi në rruga është kryesorja, fshati Budin ambulancën e pe, po 20 vite që është bërë, e ka zënë ferrat. Infermieri rrin çdo ditë, bën nga qendra Gacenit, vjen tel lokali Ismeti që pim në kafe, bën rrugën, nuk e di se nga është ai. Bën shumë vrap, domethënë. Ndërsa këto pensionistet nuk vjen kush të shikoj aty masin e tjenë çon. So unë prindet e mi i kam zbrit poshtë. Kam një shërbim më të mirë. Shkollën për fëmijët e kam, çdo gjë e kam. Po ti ike për çfarë arsye ike tash? Për rrugën, për shkollën, për fëmijët. E kuptoj. Se nuk mund t'i marr fëmijët të Për të njëjtat arsye që janë dhe sot. Po. Pra nuk është i problemi sotëm, është për i problemi i hershëm. Që është theksu më shumë ky problem që kur u bë reforma territoriale që iku, sepse kur ishte kryetari këtu votote nga neve, normal që kishte kërkesë llogarie. Pra kur ishte komuna ka qenë më mirë po thua? Po ka qenë më mirë. Qenë më mirë. Moment që u bë reforma territoriale, filloi degradimi, shkatrimi. Filloi vrasja e fshatit. Po. Është bërë qëllimisht. Nuk do të themi kot, po themi shokut e berë. I tonit, e qenë më mirë 100 herë sa sot. Kone e nderit. Ishi fukaraj, po... Po mirë fshati, si qanë për mire, do vite çdo shtëpi mjes për mjes. E kuptoj. E qartë, kemi pamje video që në fshatrat e mëdhej ka pas dhe spitale, në fshatrat e mëdhej. Ka pas spital me shtreta. Kam një thirrje për kryetarin e bashkisë, të cilët kur ishte pararësit i Qazim Sedini, që ka vdekur, ai vinte me ta ulan ballën deri te shkolla. Për fushat vinin. Ndërsa tani këto e kanë reduktu deputetja Saramila bashkë me kryebashkiakun, nuk i bëjnë më mbledhjet e fushatës të tyre, nuk i bëjnë më në fshatra, i mbledhin atje, i kërkojnë atje, në qendra administrative. Po ajo si kur tha para ca ditësh që unë s'kam lënë fshat pa ikur Saramila. Jo, atje, edhe kur vjen atje, ajo nuk na thret ne fare. Merr kryepleqt, punëtorin e rrugës, patronazhistët e zonës, ato thret atje. Tu s'ka ardhur Saramila. Jo. Nuk ka ardhur. Mirë, ja bëjmë ftesë vita shikoj, sepse më tha që kishte thënë një vend që s'kam lënë fshat pa shkuar. Jo, vjen takon patronazhistët e vet, po. Cilët i paguan në rrin shtëpi. E kam shumë qartë. Nuk është puto. Jo. Madje edhe mbledhje që është bërë sot një pjesë e mirë këtu që mund të jenë mendime ekonomike, du përmendet nesër, pse e keni bërë problem? Qa, ka rrezik t'u heqin? Po, në përfushata shumica njerëzve për ne shkojnë e votojnë, të majten. Këtu. So unë vetë kam qenë pjesë asaj gjë, një gjë, shiko, flasim pa doreza. Këtu keq është, sepse këtu asnjë nga partitë nuk ka asfaltuar gjë. Jo. Pra, 34 vite këtu nuk ka 1 centimetër asfalt. Jo 1 metër, 1 metër shumë. Kështu që gjitha qeverit këtu, kush më shumë e kush më pak, këtu mërmik vllai duket puna. Ti do thush që në kohën e komunës çoku na sillnin çakull. Jam shumë dakord, rruga ishte më e kalueshme. Por me asfalt s'u bët kurrë. Jo, kurrë. Pra ju 35 vite ne po shkojmë në Europë e ju vetëm degradim, ju vetëm grop. Degradim pa fund. Në çdo gjë, faleminderit. Tani të pash me mundim me makinën tënde të takoj në një moment, thamë se e qave të fotokartin. Ishte fat shpëtum atë. Kjo është e vazhdueshme, çdo ditë shumë ndodh. Sa lek paguar në atë makinë? Po çdo javë, domethënë i bëjmë servis të vazhdueshëm. Gomina, goma, gjona. Çdo javë? Po. Shumë ka dyshim. Shpenzimi ka shumë, domethënë. Po. Pra, ti pagun taksën e rrugës, pagun dhe taks plus të rrugës. Të gjitha. A pagun dy herë rrugën? Po. Domethënë janë 8 kilometra rrugë që bëhet, domethënë që është këtë gropa. Do të ecim domethënë dorë rrugë, domethënë rrugë keqe. E kuptoj. Normalisht makina do prishë. E kuptoj. Sa herë bën të rrugë? Po mundohemi me dalë sa morrall, që rruga është më keqe. E kuptoj. Domethënë edhe kur kena ndaj punë mënonë mi shty punët që
Mi bo shkrejta, kuptoj, për dalin, mos me... Po, del një herë mirë në rrugë. Bravo, domethënë që mos dalim shpesh. Ti jeton këtu, ke iku, Po, jetoj këtu. jeton këtu, nuk e ke bërë Jo, jetoj akoma këtu. Me qa me Me bujësi dhe drektori. qa malli ke, qa produkte? Baktetin të dhi. Edhe bujësi domethënë, Sa ka tem, vetur gjona. dhi? Unë për momentin kam 100 krerë dhi. Shumë mirë, super. Ke marrë subvencion këtë radhë? Po. Se flitet që Po, kam marrë domethënë. e ke marrë. Po, e kam 1500 marrë. lekë, 15.000 për kokë? 15.000 domethënë e kanë bërë tash këtë E vit. kanë bërë këtë E vit. kupton, 12.000 ka qenë. Po, deri vitin e kaluar. Po, bravo, 12.000. Për këtë vit nuk janë ndarë akoma. Jo, s'janë ndarë akoma. Të shohin domethënë çfarë do bëhet. Shohin, po. Po. Po kështu bujësi Bujësi me pemë ullin domethënë. me ulli. Po, pemë tjera gjana. Ke mirë Të ulli? ndryshme, mirë, po. Po ngati te 300-400 lirë. Super, super. Domethënë për momentin, po në vazhdim shpresojmë që mi shtu akoma më Që shumë. ti ta shtosh, edhe sa tokë lirë ke për shkakun, që ta shtosh tokën, Po, kam gati 1 hektar tokë. që e ke mundësi Në plan, domethënë për ta për me shtuar. mbjell. Po. Por problemi kryesor është tek rruga që Po pra, këtë do të thoya, nëse bëhet rruga, po s'ka dyshim. sa që- mund të rritesh ti ekonomikisht që ti të prodhosh më shumë? Shumë, Shumë, a? s'ka dyshim fare. Rruga është kryesore. Ne domethënë flasim për rrugën kryesore, se pastaj rruga që shkon tek tokat do ta bëjnë vetë në mënyrë private, e kupton. Ka dyshim fare. Aty nuk vjen njëri tek toka. S'ka shans. Ka shans. Ato s'kan ardhur fare te rruga kryesore, ato nuk kanë gjendje me kontrollu një punëtor, më thjesht, e kupton. A kuptoj. Edhe me atë domethënë kena 2 vite që e bëjmë llaf veç për një punëtor. Për një punëtor. E kupton. Po Që s'kena. ai në vetë s'ka çfarë të bëj shumë, po ju thoni të paktën bëj diçka. Po të paktën Justifikoj ditën e punës. Faktin të jetë aktiv valla, ta shohim në rrugë, se ne as nuk e shohim atë. Ka raste që shkoj muj 2 muj. E thash ti që është administratori, thash, ora thash ky ka është me pushime, se s'e kam pa. Jo, tha ka qenë të puna. E kuptoj. Tash edhe s'e kam pa fare atë, e kupton. Solli disa fota që kish bua ai. Domethënë te rruga dhe kështu i mashtrojnë, thash. Nëse këto janë të vërteta që ky ka punu, thash unë vion të marr me makinën time dhe hajde shohim rrugën. Ne do t'ja tregojmë përmes pamjes se e kemi Po, filmuar gjithë, kështu që të mos ketë mundësi. Askush më për ty të- nuk është aktiv domethënë tek puna do. E kuptoj. Nuk është aktiv fare, ai s'ka qenë fare me pa punën që bë punëtori, e kupton. Ne kena thonë që ai s'punon, ose normalisht ato s'kan prua si lloj mjeti, po të paktën dhe i punëtor që e sjellin, bëj diçka ose më mirë ta heqin fare dhe ne Po Bashkia e Elbasani ka një 4 mjera. Një sikur të sjelli. Një fadron. edhe një kur e sjellin një herë në vit, a kupton, një herë dy në vit, më thonë ai vjen veç për reklamë, a kupton, se punë nuk bëjnë ato. As nuk vjen me kontrollu kush, po edhe me bë mi thon diçka, domethënë me e komandu dikush për nesh e morin për inatë dhe e lejnë fare ikin, a kupton. Tani gjithë fshatrat në këtë pellgun këtu të Elbasanit, çka kalon kur ndahet me Tiranën. Kështu janë apo ju jeni më keq nga të gjithë? Zona jonë është më e keq nga të gjitha. Po. Sepse fshati Tërbaç, domethënë është i shtrum. Ne jena më A katastrofë. Tërbaçi është i shtruar? Është me asfalt. Po, është i Po shtruar me pse asfalt. Tërbaçi ka asfalt e ju s'keni? Është lagje më e madhe dhe aty kishte interesin ai me shtrum me asfalt, e kupton. Me përbota. Pastaj fondi që ka qenë për pjesën tonë poshtë e ka fund xhep ai, e kupton. A se themi dot atë po. Po ta shikonim si projekt të miratuar dhe të mos është bërë rruga, Duhet me pas, sepse është objekti i spakut pastaj. Duhet me pas, sepse fadromat kanë pasur atëherë kur ashtrua ajo, kanë pas hyrë deri poshtë me nivelu. Pastaj zhduken gjithë, a kupton, e lanë. Kanë ardhur fadromat aso kohë, ja? Po, kanë qenë, po. Kena dhe liçenin që është braktis, domethënë është Po, shumë e dhimbshme. është mbyll, domethënë që liçeni ka qenë burimi kryesor i fshatit, normalisht. Për ujë. Po, pa Ti liçen. si japon tani për ta vaditur? Mos më thuaj që shtrin tubin, si ai. 5 kilometra tub, domethënë, për me vadit tokat. E sa e ke pler ti atë tubin? 5 kilometra? Shumë 4.500 euro. 5.000 euro tub. Po normal është 800 lekë, 900 lekë në metër tub. Jo të gjithë kanë për vadite, e kupton, vetëm 1, 2, 3 kohra që vadisin, të tjerë nuk vadisin fare. Si pi ujë ky fshat? Po duke grumbullu nga pak domethënë. Vesh me mjaftu për familjen. Me pusa, si? Kanë bërë Me pusa? ujë të rrjedhshëm. Me ujë të rrjedhë. Sepse nëse dikush do me bo një pus me sonda, me diçka tjetër, nuk ka rrugë më fut, nuk futet Allah. Nuk vjen Po s'ka ku më fut, nuk ka ku më fut. Nuk futet ajo, nuk ka rrugë. Ti për shkakun si e bën këtu? Unë po të fshati këtij. Po, ai e ke fshati. Mi fshat. Po.
Degëzimi këtu që me tema para, është i ta del private aty. Se kemi bërë rrugët vetë aty. Privatisht. Kemi të pagu 5 banorë që i dolën atëherë se gjimsa fshati nuk u fut. Pagum nga 1 milion lekë. 5 milion lekë. 5 milion lekë. Me hap. Me hap si trashëqje e lirën që e qumë fshat. Se keni s'ka pas as fut, as motor, as gjë, as jo. Për ju keq kohë të ndejt kishin kohë demokracisë. Kohë të vrekë kanë të mirë se vishin kamionat nga poshtë, zisën nga poshtë. A kishin të rrugë tjetër? Vishin mas projt, e në furnizojshin dyqanet. Në shatë poshtë dhe. Shterot e ujtër vishin mas projt për pjetë. Mas ljumit. U prish ljumit ishe shu, këm në gëmi pa mjetë në sy, mo, dhe i sa shu. Ju prish sistemi i kjerë. Mjemëri qik dohani, qik shu dohani, s'ka fare, s'keme qa merë. Po në të një gjanë s'ka, rrugje, gjanja, që të ka të fare. Edhe mbill një ulli. Nuk kemi ndim nga fshetit të fare. Po ne ullimet mje ku ta nëzjesh. Fabrik vaj ka këtu? Ja, fabrik vaj nuk kemi. Po ku e qonë? E qajmë në Lundër. Në Lundër? Në Lundër, ka në këtu një hap një të një hip. Po si gjithë të fshatra më duhet ishte këtu një fabrik vaj. Ku ka... Tu në kodën vetë ka qenë më mirë, tu ka pas furë buke. Ka pas më dhej bloje. Ka pas gjitha më Mulliri ishte ai që filmuam atje. Po, në gjithë me qendrën shëndetësore. Edhe mulli vaj. Kodën verore si kemi pas kushtet më të mira. S'ka pas një gujë. Me shkollë, po ko për shqerë dhe këto ka pas, apo s'dini gjë? Ka pas, çdo lagje ka pas. Edhe lagja këtu ka pas shkollë, çdo lagje ka pas. Çdo lagje shkollë. Pas fillore, pas. Po sot sa kanë mbetur? Vetëm 9 vjeçare vetëm gocaime në këtë vit, tek që do shkojnë shkollë. Vetëm një tek në zonës. Mund të jenë 2 çamet, sa. Najde i çojnë baltush duket atë, nuk edhe mbyllet shkollë. Ku ta çosh fëmijën ti? Do të dërosh tikësh. Tikësh me qira s'ke çfarë. Tikësh pas fëmijës, domethënë për ti sigurisht mundësi shkollimi i fëmijës. Patjetër, do ke gama. E kam qartë. Pra të gjitha këto gjëra ju çojnë drejt largimit. Drejt largimit. Rruga, uji, mbyllje shkollë, mbyllje qendrë shëndetësore. Se uji s'ka gas, s'ka normal atë. Uji kemi një ka marrë me kursani kemi shumë ujë. Ne burimin e gjon. Bile sa edhe ne që kena ngel këtu domethënë, po intereson, po dëshojmë po këto pse rrin akoma këtu, mos merrem me një gjë të piste, kupton. Po rrin këtu. Po dyshojmë si ka mundësi që këto rrin këtu nga bijatojnë, e kupton. Domethënë me këtë punë merr, domethënë, nuk kam gjë tjetër, po edhe na që kena ngel këtu tash. A kupton, hajse shteti ka satelit, ka dron për atë punë, s'ka. Po ma punë angazhohet, e kupton, ma punë angazhohet. Vim me dron. Faleminderit. Ata pyetën atë djalë të ri kush ka djem të rin të flasi. Ne kemi kapi djalë të ri këtu, thot kryeministri, hapni shtëpit e prindërve dhe bëjni bujtina. E ke dëgjuar ti? S'kemi që hapër vëdinë se s'ka rrugë, është rrugë ekstrem. Tani ti nuk e ikur jashtë. Jo, s'kam ikur. Po drejt degradimit e çdo gjë, duhet me ik. Sa vjeç je? 19. Ç'a ditë bësh? Që ditë bëjmë, gjitha i bëjmë. Bujësin të gjitha? Gjitha. Lektori, gjitha. Ja ku kemi herojnë e që thot, nuk shkojnë më çoban të ri, ja ku rri, po s'ka rrugë. Nuk ka rrugë, s'ka si gjë. Moshatar këtu, sa kanë mbetur këtu, të brezit tënë? S'ka mbetur shumë pak mund t'jenë. Ta që janë të ta qunat qenë të. Ka qeni? Po. Ky është bashkëmoshatar, ja? Ju dy jeni herojnë, s'keni ikur. Po tjerët ku e kanë ballë? Tjerët në emigracion, në Greqi, gjitha ne. Edhe ju punoni tokat ata, të tjerët, punoni tokat e Greqisë, dhe lëm tokat e... Lëm tokat tonë, i lëm djerë. Për arsye se s'ka rrugë. S'kemi ku qëjmë malin, ne për shemë mund bëjmë malë, po nuk kemi ku e qëjmë. Eshtë rruga ekstrem. Nuk kemi ku e qëjmë. Po një si a bëni për qumshin, për... Qa i bëni? Që ne bëjmë djallë, do e qëjmë... Se me shku me këtë rrugë qumshi bëhet kos, bëhet gjithë. Gjithë me këtë tronditi. Vetëm djata. Jo e pat vetë rrugën si ishte. Nuk kemi shplasë. Ne tani po flasim edhe për gjëra tjera se rruga kuptohet se si ishte. Qa do bësh? Qa do i thush kryeministri po ta kesh kaq përballë? 2 fjalë të fundit. Që të thajmë kryeministri qikojë... Drejtoju, zoti kryeministri thuj. Drejtoju, sikur ta kesh tu afër. Qa do i thua? Zoti kryeministri do e thoja që qikojë rrugët, fshatrat, hallet, gjerët, çdo gjë. Shkojnë në Evropë, nuk shkohet në Evropë. Nuk shkohet në Evropë.
pa rrugë pa asnjë gjë. Që bëjnë ata për shembull kur vin votat, vinë marrin votë, do bëjmë rrugën thotë asnjë gjë. Vin për shembull. Edhe ti ja jep. Po do jam. E ti gënjesh prapë herën tjetër, herën tjetër. Jo do ta bie këtë herë, jo do ta bie atëherë. Ti i ke pa ato komente thotë, vetë keni fajzët, vetë votuat. Po bravo, fiks, vetë votuat, fiks. Vetë votuat. Zoti kryeministër, tani ne sjellim zërin e banorëve. Kryeplakun e pritëm, morin telefon dikë nga banorët dhe e pritëm ai serdhi. Të thoshte dy fjalë të mira për rrugën, po se ku do i gjende unë nuk e di, sepse ne i ram nga cepi në cep. Dhe rruga ishte shteg. Unë nuk e përdor dot fjalën rrugë, por na është mësuar goja, sepse rrugë quhet një hapësirë ku lëvizin të gjitha tipet automjeteve. Këtu vetëm me foristrada, me kamion, pa dhe kamioni nget sepse është e ngushtë. E kështu siç po shkon, do vinë ditë që vetëm helikopter do vihet këtu. Pra, nëse do që këta banorë që unë kam të qëndrojmë fshat, pra nëse qëllimi i qeverisë, të cilën ti drejton në 2013 që ishte rilindja rurale, rilindja e fshatit, do që këta pak fshatarë të mbeten këtu, pse jo të vinë tjerë të hapin bujtina, që ti i proklamon, atëherë bëju një rrugë e silli ujit, ka që tjeshtë. Në të kundër, banorë do ikin, fshati do shketohet dhe fshati tjetër e tjetri pas tjetrit, dhe pyetja madhe është, a ky ishte qëllimi i rilindjes rurale? Sa nuk është vonë, duhet një rrugë të rikthejmë njerëzit në fshat. Miq, ky ishte mesazhi nga Plangarica. Ne e mbyllim sezonin këtu, por jo misionin ton të fol, sepse ky emision, më shumë se sa të mbush një orë transmetim programi televiziv, ka qëllim të sjellë zërin e njerëzve të thjesht nga ku ata jetojnë, pa filtra, pa censur. Ky është misioni ynë. Ne do ta vazhdojmë, pavarësisht pengesave rrugës. Për aq kohë sa ka popull, ka zë që flet, ne do flasim bashkë me ta.